Të nderuar miq, jemi me një nga detarët më të vjetër të flotës tonë tregtare, me zotin Bedin Bedini, nënkryetari i shoqatës detare kombëtare Adrion, i cili na ka treguar plot histori për nga jeta në det, por po vazhdon të na flasë dhe për temat veçanta që kanë të bëjnë me kontributin e marinarëve shqiptar dhe për misione specifike. Marinarët shqiptar jo vetëm kanë mbajtur më kemë ekonominë atyre viteve, duke quar mallra eksporti dhe duke sjell mallra importi, por kanë ndihmuar dhe në sjelljen e materialeve të ndryshme historike arkivore, të cilat kanë pasuruar historinë e popullit tonë dhe të personaliteteve të fuqishme të tij, që nga Fanoli e tjerë. Por le ta ndjekim tregimin e zotit Bedin se si këta kanë kryer një mision të veçantë me anije Sazani. Fjala për ju, zoti Bedin. Për këtë periudhë kohe, në vitin 61, fundin 61, fillimi 62, unë kam punuar me anijen Sazani si motorist. Sa kisha mbaruar shkollën, 60 kisha mbaruar shkollën e marinës për mekanik, për shfrytëzim anijesh. Punova disa kohë me anije të vogla, më vonë pastaj u akordova tek anija Sazani me punu si motorist. Që krye mekanik kisha Dimitër Paçon, edhe kapiten kishin më rrën bazën. Se këto anije kanë ardhur 57, 58, por kishin vitin 61, 62. Edhe kanë ndrru kapitenat. Ka qenë Ani Cangoni, Agjisheu, kapitenat e parë, kanë qenë këto anije. Këto janë dy anije gjermane të ardhur nga Gjermania, për anije të reja, shumë moderne, shumë komode. Për kohën, pra ishin. Ato ishin anijet e para metalike që kanë hyrë të flotës detare tregtare. Se ne kishim shumë anije, metalike, ne kishim shumë anije për dru. Këto ishin pjesë e anijeve metalike që... Këto ka qenë anijet e para metalike. Dhe këto bënin rrugë në Itali. Unë kam qenë shkollë marinës në 58, ne kemi dalë që kemi pritur, 58 Gjalcit kam qenë shkollë marinës. Ne kemi dalë që kemi pritur që u bë... Bëshin ceremoni për çdo në portin e Durrësit, pra bëshin ceremoni veçantë për pritjen e çdo anije që hynin në përbërjet të flotës tregtare. Ato me flamurin e sinjalizimit, me mbledheshin qytetarët e kështu. Ishte një ashtu vite një kontribut që jepësh detarisë shqiptare për të hezur. Po, tani si qelloj që këto unë gjatë kësaj kohe unë punova me anije të ndryshme, por qelloj që unë ktheva nga leja, më thanë, do shkosh një rrugë me Sazane, thamu se kemi nevojë, ishte në nisje. Thamu, si mekanik, shkova, gjitha krye mekanik ishte Dimitër Paço, kapiten morën bazë, dhe të tjerë. Kush ishte? Lamo Ziso. Kem ban band nga ekuipazhi, le t'i kujtojmë. Po, në atë lundrim, isha anije kishe ngarkuar, ishe gati për nisje, edhe u nisëm, shkun drejtim Triestës. Anije ishe me ngarkes, ne kishim ngarkuar bimi medicinale, plaka bakri, edhe sa materiale tjera që kishim destinacione. Shkarkuam portin e Triestës dhe ngarkuam sa mallat të tjera që për Durrës. Tashi ju, pra, shkuat në portin e Triestës, siç bënte lundrimet rutinë të zakonshme që bënte anija Sazani, sepse anija Sazani kryesisht në Adriatik edhe këto portet e Italisë, rifte domethënë, edhe të Kroacisë, këto me të cilat bëshin marrëdhënie tregtare. Fiume në këtej rifte të gjitha. Po, edhe Adriatiku bile sa mori një epitet, domethënë taksitë e Adriatikut. Ishin shumë anije të bukura. Edhe marinarët fusin Edhe marinarët fusin miq me u fut kjo anije se bënte rrugë Italie. Po, dhe tash ju çfarë quat në Trieste? Në portin e Triestës shakum ato materialet. Dolëm për qytet. Çfarë materiale kishit?
që shkarkuat? Shkarkuam bakrin, bimë medicinale, malla të ndryshme. Këto bimet medicinale... Këto ishin tranzit bimë medicinale, nuk i merë italiane, po shkoshin për në Amerikë. Po që atëre do më thënë ne qomim bimë medicinale në Amerikë? Ishin në lidhë me arbërbet agjensive të tjera. E banin tregtim tjere, se ne vetëm i qomin atje, pastaj... Qonin magazin atje, dorëzojmë që tranzit për në Amerikë. I qonin tjere edhe. Edhe bakri, ku shkote bakri, po të shikoshe bakrat e vini nga Rubiku, me ato... Me kutije. Ka momente të ndryshme, neve kemi sa gjërat veçanta me detin me ato gjërat. Po, ishin mallra ndryshme të cilët përgatiteshin nga punojësit shqiptar. Vinin nga Shqipëria. Po pastaj. Kur ngarkuam neve, që po bëshim gati për të ikur, na erën 2 priftrinj. Erën 2 priftrinj, hymë këdo me kapitenit, kush janë ato? Ata vinin nga Amerika, ishin 2 priftrinj të ngarkuar me i detyrë, kishin baullet me materialet e librat e fanolit. E dokumentat. Aty e morën vesh në vende, se di me erdhë ato me traktor, aty me i mirë morë, i shkarkuan, aty i ullën në bordë të njës, e ne po i meri, po ata përfitu i interesoni shumë bas atyre. Sa, o quna, i runi se këto janë vlere popullit shqiptar, tha. Ashtë pasuri. Pasuri e popullit shqiptar, janë vlerat maja kulturare për popullin të tha. Pra na i runi, tha. Këta ishin shqiptar që jetoni në Amerikë. Priftrin të kishës autokefalet Boston. Të Boston's, ashtu. Të Bostonit, këta ishin... Ishin punu me fanolin, tha. Ishin qona të rinjë. Edhe lindur në Amerikë, tha. Po, rezika që në... Edhe Shqipin e flisin, ashtu si Ata Artur Lioni e rezika. flisin Shqipin, gjysma. Edhe i runi këto se këto janë gjithë librat e fanolin. Ishin në valize pra të mëdhaja këtu, baullet. Baullet të zeza të mëdhaja, me ato këndët me metalike të forta. Siguru mirë dhe ata, mbyllura hermetike. Këto kishin ardhë me agjensin... Kishin ardhë me Lloydin Triesës. Vulkan. Vulkani, anije transportit që punon të linjën Postale. New York. Postali, Amerikan. Po, që bëndë linjë. Italian. Postali ishe Italian që punon të Trieste, New York. Edhe New York, Trieste. Silte materiale, qonde materiale ajo, qonde kështu, valiqe e gjera dhe silte nga Amerika. Pra vulkan, agjensia vulkan e cila është akoma në punë në funksion në Trieste. Ishte Lloyd Triesës, i agjensia kryesore, kishte edhe këtë filial. Filial, postalit. Aty pasaj, aty ne me thënë dhe i sistemum ato i hypëm në një mbullim me mushama. Ku i vuti ato? I vutëm në kuvertën e dytë, afër sipër, afti baneris, poshtë baneris, i regulluam mirë, i mbulluam, edhe interesi kapitenit, edhe interesi atyre. Po, prati i kujdes veçant nga e kuj pashë. Ne u interesu pa tjetër se janë tonë ata. Po, edhe mos lageshin e kështu. Janë të popullë shqiptar, janë porosie e fanolit të fanolin e... Ato ishin një dhurat për shtetin e popullë. Për bibliotekën shqiptare, për bibliotekën kryesore të popullë. Po, komtare të shtetit. Kjo rrezik edhe sot e kësaj dite janë ato materiale që punojnë, që përkthehen, që bëjnë. Megjithëse ka bërë Shqipo, rrezik se ato materiale janë që tani vëllimit e fanolit, se ne dimë që në anën 24 fanoli ka dhënë për kryeministin e Shqipërisë. Tash ato i sistemuat ju i siguruat në anije. Me qëllim që të ishin të sigurta mos lageshin nga... Ata mbetën shumë të kënaqur nga kjo punë që bëm neve. Megjithëse ne orët e fundit për të dalë dorë me një shëtitje nëpër qytet. Pashmë ata për të ikur. Kur kthehemi në bordën e anijës, kur shohim si për çdo krevate na kishin hedhur në një këmish. Ata? Na kishin bjerë ata vetë në një këmish, edhe kishin marinarë e peshkesh. Ishin 4 vetë që e kopashi, kishin me 4 këmisha, edhe i bën shumë bukur, shumë bukur. Keni peshkesh më punën që bët, se ata flisin ashtu. Po. E unë nisëm erdhëm me ne ata. Edhe Shqipërinë, shoqëru mallin atë materiale deri në fund ata. Ata e qonë deri në bibliotekë. Po, deri në Tiranë. Erë nga Tirana që i morën materiale, që i ngarkuan, që i bënë. Edhe ja dorëzuan shtetit shqiptar. Ata po rrinin si të habitur, shikone shumë divizije, shumë gjallëri. Pra ne ndalemi këtu, se ju, do më thënë, ju si marinar, midis kontributeve të tjera që i kini dhënë shtetit shqiptar dhe ekonomisë shqiptare, i kini bërë dhe një shërbim të çmuar. E kush ishte kjo shërbim? Sjellja e materialeve të kollosit të letrave shqipe fanole. Kjo është një histori që pak e dinë në Shqipëri. Por dhe në Amerikë, se do të shikojnë edhe të ata Bostonit.
Sa ata se din kur erdhë dhe kush i solli materialet Nga Triestja. Nga Triestja. Në fundin Shqipëri. që i solli Ania Sazani. Ania Sazani me marinarët tanë të mrekullueshëm dhe kapiten Muharrem Bazi. Muharrem Bazi.